Si e ke përballuar mungesën dhe humbjen e saj? Është tjetër gjë, ti jetosh në një shtëpi tjetër dhe shkon e shikon maman një në fundjavë, apo një në muaj, apo një në vit. Dhe tjetër gjë, të kesh një jetë me ta, në çdo sekond, në çdo moment, ajo është përpara syve dhe kujtimet janë të jashtëzakonshme dhe në shtëpi. Dollapi nuk po shohet, s'ka vend të vi njëri të vëri një gjë, sepse unë nuk mund të largoj dot gjërat e mamas. I ke mbajtur akoma, nuk i ke larguar asgjë? I mbaj aty, nuk më bën zemra të heq gjë nga shtëpia. Plus ajo më nxjerr mallin edhe Zoti më ka ndihmuar. Më ka ndihmuar të besoj që një njeri kur kalon nga kjo jetë në tjetrën, nuk zhduket. Është sërish. Thjesht ne nuk kemi aftësi që ta shohim me syt fizik, se syri fizik nuk shikon. Dhe ky besim është forcuar akoma më shumë pas kësaj, domethënë sa më shumë janë forcuar në besim, duke besuar në jetën e përtejme, aq më të lehtë e kam pasur dhe tani unë jetoj me mendimin që nuk e kam humbur.